puna e Lonit është që e ka bu është me vite tona, është e mirë dhe normal që edhe u dëshmu edhe u kthy dhe në rezultate, por që dështimi tash lidhet me shkarkimin e tij, edhe është sigurisht është gabim i kryesisë, qysh e shoh unë, por që ajo që duhet tash është që mos gabojnë 2 herë brenda kampionatit. Duhet edhe shpëtimit, unë një edhe personalisht shpëtimin, edhe e di që ka me arrit me nxjerr Prishtinën e re pe kësaj krize. Shpresoj që t'i kthehet fitoreve dhe mos shkputet shumë herët në pjesën e poshtme të tabelës. Për ndryshe, unë fajin kryesor ja atriboj kryesisë për këtë dështim që ka ndru, ndrimi i trajnerit. Trajner? Po thash edhe ma heret inkuadrimi